fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips, Lesna Ndërtimi dhe Medika. Shikues nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Radhës Fakte. Mentor tha që u lind 8 qershor 1965 në Lugë të epërmit të Deçanit, Verrat e Lugës. Shkollën fillore dhe të mesme e kreu në Deçan. Pas shërbimit ushtarak studioi ekonominë në Universitetin e Kosovës, por që kur nuk pati rast të punonte në profesionin e tij. Qysh herët u inkuadrua në organizimet ilegale për kauzën kombëtare, në të ashtu quajtura treshet e famshme ilegale, që në dhjetor të vitit 1989 u regjistrua në LDK në themelim e sipër. Pas demonstratave të pranverës të vitit 1989, pas u rrezikua të burgosit, u larguar për disa muaj nga vendlindja. Shkoi në Gjermani të shoku i fëmërisë dhe idealit zotit Dani Strefaj. Kjo me sugjerimin e shokut tjetër, Albert Zenunit, që ishte i plagosur, burgosur dhe i dënuar nga regjimi i kohës. Bacamentor, siç unë kam dëshirë, ta thras, u antarësu në lëvizjen kombëtare të pajtimit të gjaqeve, sidomos në tubimin madhështor tek Verrat e Lugës. Në qershor të vitit 1990, sërish emigroi për disa muaj në Zvicër dhe aty me themelimin e nëndegës së LDK-s për kantonin Jura me kryetar Bacen Ysem Gërvalla u antarësua në LDK. Në vitin 1992 përfundimisht u vendos në Gjermani, ku jeton edhe sot. Është i martuar me zonin Lumturie dhe ka 2 djem, Butrintin dhe Kurbinin, që nga vitin 1993 u angazhua në LDK dega në Gjermani dhe nën dega Baden-Württemberg, ku vepronin dhe atletarët e njohur si Hafiz Gagica, Shaban Bobaj, Nezir Veza, Heroj Sali Qekaj, Emrush Qekaj, Emrush Lokaj e shumë të tjerë. Disa vite ishte edhe antar kryesie i kësaj nëndege dhe antar i Komisionit të Fondit të Republikës Kosovës në Baden-Württemberg. Është shkrimtar, autori 16 libra të veta e i 7 librave me bashkaurtësi me intelektualin Balin, siç ne e quajmë, Musa Jupolli, e mbi 10 librave të tjera që presin të botohen. Ai po ashtu është autor i mbi 100 teksteve këngësh të realizuara. Marathonomaku i papërmirësueshëm, siç unë kam dëshirë ta thras, u shpreh rrjedhshëm në bashkëbisedimin e paradokoshëm në studium fakte. Le ta ndjekim në vazhdim. I had no end, no girl, no boy. Happiness I had no man. We have never hurt a man, always watched our dear home. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Mentor të thaqi. Ky emën i rrallë pak, mentor, kush ta ka vu emrin? Është histori pak e gjatë, po mundohem t'i bi pak shkurt. Kur kam qenë i lindur, mas disa vajzave,
Edhe baba im ishte rob luftën atë kohë. Po arsimin gjithmonë e ka dashur, jashtëzakonisht shumë. Dhe ndrej im ishte Recep Mulliqi, veteran i arsimit, kanë rruje drejt post. Kur lindi unë atë ditë, kem pas dasëm në mahallën tonë aty në lagje. Edhe kur lindi, pas kanë pa insistu ta përtrin babën e vet apo agjen, thoti ja. Ata le ta mbajnë emrin e vet, e ky se ndoshta mjav korrit emrin. Edhe i thot Recep, ma zgjedh një emër të bukur. Edhe Recep Mulliqi i thot Mentar, me A. Në mëngjes baba shkon me më regjistru, një elez kuqe që ka qenë aty në zyrën e vendit, thot, hajde, Hysen, çka është fjala, thot, më ka lind djalë. U gëzoft. Emrin thot Mentar. Thot, je gabim, se nuk ka mentar, po ka mentor, se ka filoni e tjetri. Baba thot, ndoshta ka marrë vesh gabim, ashtu kam mësuar dhe mbeti, sot dhe saj dite. Dhe je histori des që në fakt njeriu e hiesho emrin e Joana Sjeltas? Po, por një farforme edhe emri është një dëshirë, kur e ke emrin e mirë nga njerë është edhe inspirim. Është frymëzim për të tjerë që ndoshta nuk lën me bëhat gabum shumë, por megjithatë njeriu e zbukuron. Jam në thoqi me çet forta të but. Me të but e kem sepse ka mbetur ashtu për shkaqe tastaturat përpara në gjuhën sebokrate, atë e munduar edhe ftaqje në forma saçaje, megjithatë, por këtë prapashtesën veç nuk e kem pas kurrëherë, fal Zotit, edhe këto gabimet e vogla nuk i kemi përmirësuar se duhet kohë gjatë. Mentor, jemi meq edhe për te dimensionit tumorit që lejohet pak me edhe në mesin tonë. Emri jot njihet, je krijues, kryesisht letrar, po pse televizioni fort rrallë të ka dhe opinioni nuk të njohin në bazë fotografisë, për pos komni thot me mentor për mentorthasin, po flas për masën e gjonë. I ka pak medjave, heziton? Po, kam një hezitim tash. Më bane që po e heq pak modestinë. Se gjithmonë e kam dash, po modestia tepër nga njerë është edhe budallakin gjuhën popullore. Ty vetëm je mbetet. Je thojmë budallakin gjuhën popullore, s'po thom naivitet. Jo, qartë. Edhe, po është e vërtet, ju kam ik, sepse edhe jeta po në bën me ik nga pak, se kur ke intervista, pa therë dika nuk e len. Kjo thernja kam mish në gjitha andë. Kam vllazni, kështu që nuk i preferoj shumë. Nga njerë, kur ka si tepër, e qoj lapionin. Musa ju pollin, thëmë delti ballafaqohu. A në ashtinë në intervjist në bashkëbisedë Musën, Balin Musa? Paj, po është në koha ka për me hek qafe e pata, se jo për me shtif. Po lebre të trimrat, pa të poshtë në zanë e Zotit, edhe me mujtë mi ushti pak një farë grindje në mes se farte hatër Por Zotën, grindet e mëdhaj kom me këto dy personalitete, me Musën dhe me Hafiz Gagicën ton jetën. Shure, tash edhe Hafizin e Paj, tash ka me i ko burri dhe kur ta nxjerrin rrugën kam ju shkue. E valla tash e përmende një emën, Musa Jupollin edhe Hafiz Gagicën, që nuk mundëm pa e bo një koment vogël. Këta janë dy veprimtarë, dy njerëz, opinioni mund edhe ta di se kem pregadit si domos për Balin Mus një emision. Për Hafizin jem pregaditje. Dy veprimtarë do me thonë që të jedi mirë se i ki meq, po me qenë so bashkë bisedim për shkak publikut, se definitivisht, nëse Evropa janë shtetet pa Francën, atëre Evropa është Hafizi, Franca është Musa. Bile Hafizit i thëshim dhe kryetari kretë shqiptarëve në botë, se o konë Ashtu është. kryetari qati këshillit koordinu si do që tjetë. Po nduke që djetari e ka thonë për herë të parë. Djetari Ibrahim Rugova është një mërtim që unë e përdori dhe mendoj se ka pak kritike dhe thonë, po mund flasëm edhe në këtë temë, sepse je i kalemit për këto sende. Mentor, kemi grue në Perëndim, s'kena e trahata edhe atje, ke vazhdue aktivitetin tëndë. E thashën në fillim që pak mediat nuk të kanë takuar shpesh, se je pak njeri që nuk ekspozohesh shumë, por a mund është pak një përshkrim të shkurt, kështu telegrafik, shkumja në Perëndim, aktiviteti atje, arsyet e shkumjes edhe me dimenzionin e përjetimeve ta të hershit, po edhe me distancë kohore. Po, në është në Perëndim shkoa për herë të parë në vitin 89. Po para prakisht në atë kohë dhjetori i famshëm, para tyre ishin ato ngjarjet, ato demonstratat që patëm edhe të vramë. Edhe atë ditë në demonstratat e Deçanit, faktikisht para kamëve të mia u vra Agim Kukleci, sot është heroj
i Dardanis. Unë fjalën Kosovë nuk e përdoj shumë, e preferoj atë Dardanis. Njëkohësisht atë ditë shoku më i ngushtë imi i jetës u plagos, Albert Zenuni janë të Kosharës. Lequ Burgos, po dhe e morën në Burg. U plagos, po e morën dhe në Burg. Ndërkohë, prej atjet përmes njerëzve tonë që ishin ende në për institucione para fazës përfundimtare, dërgoj një porosi që largohu se informatat i kanë marrë, edhe do të burgosësh. Edhe mendova thash 3-4 muaj, një periudhë kohore të shkurtër. Por erdha ndimër, situata ishte pothuajse e njëjtë. U angazhova në pajtimin e gjaqeve, siç e dini, u mbajtën edhe përfundimtari më i madh, u mbajt pikërisht në fshatin tim, Verrat e Lukës. Po. U angazhova me ato mundësitë tona, isha sidomos me pjesën rinore, pra përgatitje terrenit, të gjitha këto. Njëkohësisht 89 dhjetor në grupin nismetar të themelimit LDK-s që u bën Prishtinë, edhe në erdhën neva ato fletë të para të famshme, pa pikë hezitimi natyrisht që i lam ato kushtimisht ato grupe treshe që i kishim deri atëherë. Edhe thash tash çdo gjë do të bëhet legale. Nga ato ilegale po kalojmë legale. Prej aty e vazhdova. Menjëherë në qershor të vitit 90, prap ishte situatë e keqe, u detyrova të largohem edhe një herë. Por kësaj herë kalova në Zvicër. Në Zvicër edhe atu u bë themelimi i degës LDK-s për Zvicër, e në ndega në kantonin Jura, pjesa franceze. Hysen Grevalla ishte kryetari i parë. Aty edhe kam librezën e parë të LDK-s. 2 vite qëndrova aty, pas 2 vitesh nuk gjeta vetën aty dhe kalova në Gjermani prap të shoku im më i ngushtë që kisha një Dani Strevaj, më strehoj, po hezitoja të futem azyl. Nuk ishte qëllimi im të rri atje. Kisha kryer fakultetin ekonomik nej, mendoja që ndoshta i shërbej institucioneve këtu, por ishte e pamundshme, edhe aty u angazhova në ndegën e LDK-s për Gjermani, kryesisht në ndegën për Baden-Württemberg. Krahas, kryetare kishim Shaban Bobaj, drejt pas shpirti. Aty vepronte edhe Hafiz Gagica, vepronte, edhe pse ishin në kryesi degës, po bazën e kishin në Stuttgart. Edhe prej asaj dite deri sot në Baden-Württemberg. Tha që dulën prej tresheve dhe prej ilegalitetit në legalitet. Ku e fitu atë besim me atë plebishit me ju bashkangjitë dhe me formu këtë tregerës LDK që masande ju shëndru në një forcë dhe në një aktivitet gjithë përfshirës ku nuk mas pakti LDK-ja ish parti. Ish jeta, ish shëndetësia, ish shkollimi, ish lëvizje gjithë popullore. Ish informimi, solidariteti, siguria, mbrojtja, tjera. Ka ky besim se me gjithate shpejt u përhap ky tregerës. Ti se kujton atë fillimin, duke qenë edhe këtu në Kosovë, po pastaj edhe në Gjermani? Është një histori pak më gjatë, po i bie shkurt. Me ngujimin, po e quaj ngujimin kushtimisht, me ato protestat e famshme, minatorët edhe ne studentët. 5 ditë e 5 net qëndrova i mbyllur në sot një tetori, po quhet. Atëherë kishte një emër tjetër, e dim atë hallën. Edhe realisht aty me profesorë të ndryshëm që gjithmonë shoqërueshëm me neve ishin. Po, paraprakisht e tha që i autor shkrimeve. Kisha rastin nga dietari për cilë shkrimet e tij. Ato deklaratat e guximshme, të jashtëzakonshme, në ballafaqime me shkrimtarët serb, që i shpalosi aspiratat tona, edhe i gjysmë vdekur, po ti jesh, ai tha shpirt, pa ku është fuqia, edhe pa pikë hezitimi u rreshtova aty. Edhe në këtë manifestim ka qenë edhe presidenti Rugova aty, është kohë, do të thonë, kur ai ishte i panjohur për le të themi masën e gjanë, për elitat intelektuale a ishte në qarkun e njerëzve intelektual kulminant, për me gjithate masa nuk e njeh të gjitha, ai ishte njeriu, me këtë duhet të them që a e ndan mendimin që me gjithate gjanat nuk janë të rastit dhe fenomeni Ibrahim Rugova dhe dalja e tij në skenë, nuk është edhe e rastit edhe si me thonë, e ka një farë zanafile, e ka një farë justifikimi. Edhe që ishte koherent, do me thonë, në kohën më të duhur. Edhe pse, kam dëgjuar edhe nga një francez, kur thot, Rugova ke lind pak herët, se ti, si me thonë, i kohënave ma dëvënshme, ma moderne, ma se ka kogja shumë në botë kuptime dhe primitivizëm me atë humanitetin dhe shpirtin tonë që e ki. Po, me gjithate, do me thonë, dalja ti në skenë,
qysh ti e përshkruan dhe a është fat ma tepër i ynë, a është i parashkruar si fata, çka është puna rreth kësaj? Kjo është shumë interesante. Thehet që nuk ishte fort i njohur në opinion. Ndoshta në opinion e gjerë popullor nuk ishte fort i njohur sepse edhe njohuritë tona kanë qenë të kufizuara për kohën. Vërtet. Edhe shkalla e ngritjes intelektuale në idim prej viteve 70 deri në vitet 80 diçka, po ishin pjekuri e sipër, por nuk ishte i panjohur për mua. Letërsi gjithmonë i kam përcjell ato. Ktu që the, ndoshta i lindur para kohë, thot francez, ose pas kohë. Po e krahasojmë pas mesjetës ata filozofët që i kishim turët. Edhe ata parashihnin diçka, edhe pse ishte kohë inkvizicionesh në atë kohë, disi na shkonte edhe kjo. Por e mësonin në fakultet domosdoshmëria dhe rastësia. Edhe rastësia është një domosdoshmëri. Edhe më duket unë besimtar jam, një fuqi mbi natyrore, shërbimet fort fes nuk ja kam bërë kur ka. Ashtu sekretar. Po t'jemi të sinqert, nuk jem fort religios. Jo, po as pak hiç. Po jem besimtar. Edhe në ato, edhe unë mendoj që fati i një populli aty lidhet shpesh edhe me individin. Nëse një indi 1.7 miliard që sot është e lidhur me një individ që ja solli pavarësinë edhe sot është ajo është një fuqi botërore. Edhe ne dorën zemër për nga ana politike dhe pse shteti i vogël e san, por nga ato fama edhe njohuritë që mori bota, edhe ne një farkohën me udhëheqjen e dietarit u kthyem një qendër botërore edhe aty sepse bota drejtoi syt. Edhe ai shalli karakteristikë e tij, po këtu po lidhem pa të dhuruar në Stuttgart një shall vjetër ti. Fatkeqësisht ndar klons para 3 vjet e humba, ama mor dikush nuk e di. E kam mbajt me zemër, me shpirt. Shkrimtari i njoftën e intelektuali Xhavahir Spahiu i Shqipërisë e quante shalli proverbial i Ibrahim Rugovës kur ka qenë në një vizitë me shkrimtarin dhe ish ambasadorin besnik Mustafa në Kosovë, e quajti domethënë shalli proverbial i Ibrahim Rugovës dhe mjaft domethënë edhe ky par emërtimi. Mentor shkove në Gjermani, fillove edhe atje një ik lulave e qetësisë, po i hine malit dhe në veprimtarinë që e keni zhvillue, si mund të spjegohet dhe në çka bazohet kryesisht çaj aktiviteti juaj? Ma shkurt, me çka jeni marrë burr ju jashtë atje? Derisa po flasim, më fal edhe një plotësim të vogël, shqiptarët ishin aty të organizuar disa klube ku kishte dorë aty edhe fenomene ish Jugoslave, ku ta dim ne krejt ato, ka pas edhe njerëz domethënë të ilegale ose me dimensione edhe ideologjike, ku ta krejt në rregull, por LDK-ja dyqysh u shëndru pullaz dhe o gjak në secilin shtet, secilin vend në ndeg, qysh spjegohet kjo në përgjithësi dhe konkretisht me çka jeni marrë? Ti po thuj jem konë në ndeg, jem konë në ndeg, e kom pas këto, qa keni bo burri aty? Po, në qoftë se i pyet disa tjerë që do në të injorojnë aktivitetin, thonë kanë zhurmue, kanë bërë zhurmë. Po unë po e them një fakt. Punonim gjithë ditën e gjatë, edhe në mbrëmje që ta bukur probleme kom ka njerë me albo halal, kriske telefoni, thot eja se po na vjen Fatmir Rexhepi, po na vjen Fatmir Sejdeu, Edita Tahiri, ata bashkëpunëtorët i juaj. Thot edhe mbledhje, edhe urgjentisht në mbrëmje ka ndodhur deri pas mesnatë nene për mbledhje. Në mëngjes në ora 5 zimi për punë. Ish fituar besueshmëria e madhe që ishte në presidentin Rugova, sepse ai tashmë ishte president, se i dini ato, si kalu mos kthehemi në ato, kanë folë edhe tjerët, ne po flasim për kontash pas vitit 92-93, kur edhe masovikisht ja fillon të vinë bashkëdhetarët tonë. Edhe me njëherë pa hezitim. E the ishin të organizuar apo të orientuar, the. Jo, ishim të orientuar, sepse nuk funksiononin mirë as ato organizma që i kishim. Ne mund t'ja bëjmë qefin vetës si donë, por nuk funksiononin. Diçka pak më organizuar në atë kohë para LDK-s ishte Lëvizja Popullore e Kosovës, që quaj. Por me daljen sken, po them të LDK-s, masa e madhe kënej, atë mbeten 2, prapë mbeten 2 organizime. Lëvizja që numerikisht ishte pak më vogël, por kushtimisht ishin pak më, po të them, agresiv në kuptimin negativ të fjalës, po marr pozitiv. Ndërsa ne ishim bazuar se prisin e kishim një urtak që ishte te Komguls, por që e donte unifikimin e mas.
Edhe natyrisht që nuk ishte hezitim. Po njëkohësisht me këtë, me themelimin e fondit Ahenit, pastaj edhe fondi i Republikës Kosovës më vonë. 3% që një. Po fërë, kishte fondi i Republikës, po 3% që njëtë në zhargonin popullor pak më tepër. Edhe natyrisht që argati ynë më i madh ishte ndihma financiare. E për diplomacie, për ato, ti i din më mirë, ato kishim Hafiz Gagicën, kishim Sali Qekun, i kishim njerëz që na prezentonin strukturë pak më të larta. Ne poshtë ishim më shumë argat, ishim nëse kushtimisht mund ta quajmë luftar të atyre njësive. Pa pikë hezitimi, kjo është puna jonë. Dikush na quajti hamaj dikur, po kalun edhe ato kora. Një farforme pse mos jam edhe hamall i popullit I vendit tonë, i popullit tonë. Aq më parë që siç është një thanje, do të thonë ku thot në plak thot krejti bëj halal, po sta bëj halal kon ne citë më na pri. Nëse asgjë tjetër, atëherë e kem pas një pris që definitivisht o krenu bota me te dhe mos them këtu Evropa, Ballkani, që unë shpesh herë them, po mendoj që është ilustrim goxha i domethënë, se më thonë që them se me mushkni të Ibrahim Rrugovës ka marrë frym Ballkani. Pse? Sepse mos ishte ai larg pams dhe syçel i fort, i urt ka qenë, po jo i but. Dhe i fort në atë që definitivisht çështjen e çlirimit, lirisë, që manifestohet edhe me pavarësi, ne do të arrim paralelisht me të gjitha dimenzionet, por i paraprin via, le të themi, shumë aktive, po paqësore, definitivisht sot nuk ishim këta që jem këtu. Dhe këtu falenderues duhet me i qenë edhe popuj tjerë në, sidomos në Ballkan, dhe që na rrethojnë, për ndryshe, veç pe përmendi, veç si ilustrim çështjen e frontit jugut, këtë ishte një njeri euforik, dhe një njeri që është, domethënë, me entuziazëm iracional i shes gjanat, atëherë ne do të ishim në një katrahut. Ndoshta do të ishim Palestina sotme, apo Çeçenia e përfunduar. Definitivisht, këto dihen. Dhe duke qenë kjo kështu, atëherë edhe aktiviteti juaj mendoj që ka qenë pak më i lehtë, se siç e the, ne jemi marrë me punë, i kem pas do përfaqësur në altë në kry me Hafiz Gagicën, po edhe Hafiz Gagica i ka pas do tjerë që quhet Ibrahim Rrugova dhe Kosovën, ja u kem lënë këty në njerë dhe ne kem punu kush çka ka mujtë, dhe kjo ka qenë plebiscitare. Mendoj se edhe si lëvizje e tillë. Krahas e përmendë çështjen e fundit të Ahenit. Po, mund ndërhyj këtu vetëm një çika, se po bëjmë bashkëbisedim, kërkoj falje. Jo, s'ka problem. Jo, fat fort mirë, ne e kishim kryeplakun, po e quaj kështu kushtimisht në gjuhën popullore. Pa diskutim. Por kryeplaku e mbran edhe mashkujt e shtëpisë që merren me punë ndryshme. Unë i kisha dy pris. Prisin kryesor kisha këtu. Por dorën zemër. Për mua pris e kisha edhe Hafiz Gagicën atje. Sepse ju e dini mirë, kur vinjet atje, dyert e kancelarive i parapërgatistaj, natyrisht që bota e njihte Ibrahim Rrugovën. Por duhet një punë para prakit, dinje marrë me diplomaci me ato, që duhet i prind dikush ato. Edhe zakonisht, këtu ishin gjërat përfundim. I di sa vizita gjitha ato, vështirësitë që janë bën. Por, megjithatë, ishte një besim shumë i madh aty. E the, po edhe Evropa, e kishim një Václav Havel, e kishim edhe një Lech Valencë. Po megjithatë, ata kishin shumë më lehtë se ishin shtetet konsoliduara, kishin një fuqi ushtarake. Ky njeri i joni, me duar thot, fatkeqësisht, sepse as policinë më nuk e kishim. Edhe ajo që ishte, as ushtrin, edhe të ruan një bërtham popullore, një homogenitet, vërtet ka për masa hynore. Nuk jam një thar të thur falle, por ka për masa hynore. Krahas aktivitetit edhe le të themi financiar, sepse krejt aktiviteti ka pas implikime financiare dhe populli edhe njerëz dojnë me ditë, sidomos gjeneratat e reja, në krejt këtë lëvizje, pa një ekonomi dhe pa një mbështetje, ka kanar lek, se pse lek për i quj? Sepse kem pas arsimtar, kem pas njerëz në për institucionet të cilët këta për i quj paralele, unë si quj fort paralele është Serbia dhe pushtimi ti, ne kem qenë vazhdimsi, po sido që tjetë për të spjegu le të quajmë edhe si tilla. Ajo punë bo
e përzemërt edhe me përkushtim. Këto tjera janë improvizua, ko një listë e rrogave, e i kanë marrë ka 20-30 marka në kohën, por me gjithate, edhe ajo ka qenë një farë kënarie, se ti po punon për një shtetë që për ndërtën dhe ti për një se po thunë e kom ministrije dhe kom institucione dhe për këte ti po pagush. A di qa do të tëtë, sa do me thonë se është në histori kur mësohet mas 100 vete që një mësus në rëthona ti la pagu me 30 marka. Dhe me njerë del pyetja ka hjonar lekt këtu. Tani, këto tema janë shtjelu e paka shumë dijen, po simbas teje e theti fondi ka qenë. Në përgjësi aktivitetit, edhe atje jashtë, edhe në Kosovë i intereson publikut, ka kanë ardhur lekt. Kanë ardhur duke ndarë kafshatën popullore për gjysmë. Dorën zemrën e, atje u nisim nga i procesi që tham 3%. E 3% ishte për qeverinë e Republikës Kosovës. Por ne paralel me këtë, banim edhe një farë antarësie për LDK-n. Po paralel me këtë, thash që ne edhe antarësinë e LDK-s, sepse, po të thëmë kështu, po nisim, po i bi shkurt. Në landin e Baden-Württembergut që ka qenë më i fuqishmi në Gjermani për ka shtërierja e LDK-s. 78 aktiv ishte ai që formova unë në një vend aty që isha vetë. 78 aktive. Nuk i kanë 2 komuna të Kosovës nuk i kanë pasur. Sepse duhen ato 78 fshatra. Edhe një mas e madhe me rreth 7800 antarë që kanë qenë regjistruar. Mlidhnim, gjenim format ndryshme që çështën humanitare, sepse kjo ishte jo thjesht humanitare, por ishte edhe mbijetesë. Po ai 30 markësh. Po me të paktën një bilet autobusi, pa ishte shpirti entuziazmi i madh i njerëzve, edhe shpirti. Krijuam ato fonde që ishin, nuk po hym pas lufte aty kam mbetën ato fonde, se aty kam rezervat e mia. Jo ta them dorën zemrën, nuk e fshehti e një karakterin tim, unë gjithmonë kam folur që kam bërë edhe atë padi kemi ngritur, sepse nuk u sqaruan. Edhe paraja popullore është para e Zotit, aty nuk guxohet luhet me to. Po megjithatë është një kaptin tjetër, nuk po hym andej, unë po them, fati i madh që e kishim atë njeri, fatkesia e madhe që nuk na zoti shumë. Të paktën edhe një 10 vite, do të ishin binar tjerë. I merë Zoti këta njerëz se i duhen si duket ati. Megjithatë unë mendoj se shpesh herë del kjo pyetje, a i mungon sot Kosovës Ibrahim Rugova. Tani unë jam moderator dhe ti e më përgjegjës, por megjithatë pe marr drejtën veç në sqarim të bëj rreth kësaj pyetje. Unë mendoj se Ibrahim Rugova ka kryer misionin e vet. Dhe ne nuk duhet shumë të lodhemi, ai mungon ose mungon. Ibrahim Rugovën e kam thonë dhe me një rast nuk ma kanë di përfundimin njën edhe i kish pas me të hatri, se kam thonë Ibrahim Rugovën nuk duhet me dasht, por duhet me njoft. E këtë fjallën duhet me njoft, s'ma kish një. Ajo që ti me dasht. Sepse duke njoft dhe duke gryja te, ty të lidhet dashunia e vërtet ndaj një personi dhe ndaj individit. Se ne mujmë edhe verbrisht, edhe njerëzore është me dasht një njeri edhe me dasht Ibrahim Rugovën. E po, qysh të pedon pa e dasht? Jo, ti e don në parametra standard, por me hyje, me gryje Rugovën, nga dal, a i fillon më të largu hala, por dashnia për të rritet edhe jetë në baza si ti. Une e kom fokus vitin 89-99. Megjithatë ne flasim shpesh emisione dhe më herët. Janë të pashmangshme. Dhe une kur këto emisione nuk i konsideroj si emisione pse jam Adnan Merovci dhe kam qenë një bashkëpunëtor i Rugovës që tash unë s'dija më tjetër dhe jo s'di tjetër se po si Ibrahim Rugovi, jo. Por në fakt për periudhën që po flasim dhe mas deri në prietësi figura ati dhe me thonë ka me shëndrit dhe ka me qenë interesante dhe bile sa po ka lëkoha, po mduket edhe ma po ik pe neve ai njeri, ajo krijesë e Zotit dhe po shëndrohet si në hyni. Tani nuk po egzagjeroj, nuk po mistifikoj, sepse intelektuali ka lënë 3 periuda. E ka fillimisht popularizohet e kuta dyun dhe vjen periuda e mohimit. Mohohet, vjen periuda tonaj e adhurimet e justifikimit dhe vjen në fund e rekonstruimit shkencor. Ibrahim Rugova tash po i citën gurt ati mozaikut për det kapak, këtu, jo, kish pas kështu, jo, kishim mendu kështu, jo. Që i bjen që është një pasuni jona, dhe ne mendoj as vesht, s'do të mu lodhë ty ndëgju, po edhe goja të i folë për te,
ja u kem bërë gjeneratave të reja. Ne argat i des ti ke qenë, dhe push veprimtaria jote ka qenë edhe dimenzioni krijuesi yti. Ti je me shkollim një ekonomist, ty të veçon krijimtaria. Ty marr parasysh që rrugova për i krijimtarisë, dulin veprim dhe në politik, ti në një farë mënyrë të ka përcjell një farë veprimi me njëherë, po ti sot shquhesh edhe me krijim. A është mentor thotë që shkrimtar? Cili është standardi për ta quajtur dikën shkrimtar? Kjo fjala shkrimtar ka një kuptim edhe pak më të gjerë. Unë pretendoj, sepse i kam botuar mbi 20 libra, mendoj që jam shkrimtar, por kjo fjala shkrimtar ka edhe stadet e veta. Ne për shkrimtar, kombi shqiptar e ka njohur Ismail Kadaren që njetë në botë. Ka shkrimtar. Unë pretendoj në atë pjesën masën ma. E adhuroj ma shumë Gegnishtin, sepse unë kam thënë disa herë që në gjuhën standarde, po gjuhën letrare si quhet është, nuk mungojnë, ka të mjaftueshëm. Edhe pa një mentor thotë që është një pikë ujë në oqean. Mirë po, në këtë Gegnishtin që kohë pas kohë po humbet, po rrezikohet, e kam gjetë veten time aty. Edhe në Gegnishtit venit tem, si thoshte Lezgush Paradeci, venit tem. Një Gegnishtit trafshit u gaxhinit, ma konkretisht Kareka, ka pjesa e Deçanit. Natyrisht që ka qenë frymëzim, po heq modestile dhe një po thëmë. Jo, absolutisht. Ka të paktën një 7-8 këngë që ja kam kushtu presidentit Rugova, ka të paktën një 20-30 poezi që ja kam kushtu. Me ato dinë të mirë. Pjesa tjetër le t'i mbetet kritikës. E kam realizu, është pjesë diçka tjetër, po jam munduar sepse e ndjen shpirt. Edhe këngën e parë që e kam bërë në atë kohë, pikërisht nga ditë që shpall pavarësia, është emituar nga tenori Shkodran Tolaj, e majnë si sot, edhe ka pas një unë tjerë zakonshme, sepse nuk e përjetoj, kushtimisht po e quajmë zyrtarë shpallën e pavarësisë, zyrtarë presidenti i me të mbojq, po a ishte me ne ato ditë. E natyrisht, unë mendoj që jam një shkrimtar, sa jam i realizuar le t'i mbetet kritikës. A je ka proza, ka poezia më shumë? Jam të gjitha zhanërët, thëmë drejten, poezinë më shumë, po tekstet e këngëve kam shumë, kam mbi 100 këngë që janë të realizuar nga unë, kam rreth 20 vepra, 7-8 prej tyre i kam në bashk autorësi me Musa Jupullin. A prap ma solle musën? E solle, sepse Adnan këtu ndoshta ja vlen për 1 minutë, po e konsumoj shpejt. Kur nuk e kam njohur më herët. Përmes Facebook jam i njohur, përmes Facebook kem filluar të bashkëpunojmë. Është një rast unikal që i kemi një poezi të përbashkët, jo një, po i kemi 5 libra me poezi të përbashkëta. Një vargaj, një vargun, edhe pa u parë. Kem botuar 3 libra pa u pa, pas 3 librash jemi takuar për herë të parë në Prishtinë. Kjo është interesant. Këto i mundësoj interneti, i mundësun mediat, se më herët nuk ishte. Ne i kemi njohur rindasit, shko dallëndyshe, ato letrat e famshme, por interneti e mundësoj këtë, edhe çka është koincidencë, njëjtën ditë e kem ditëlindjen. Qa po flet? Po bre, po unë jam 10 vjetë para ti, se i lindu 65, e ajo është 55. E unë 10 vjetë më aty, dhe sot po e festojmë bashk, veç dallimi është që të përkthejnë humbër pak. E qafën e ka pak më të kuqë, se i djek dili më shumë ne. Unë jam i lullës nuk a gjenit. Klima. Në përgjithësi aktivitetit tënd edhe personal, sepse kjo është një intervist ose një emision ku teme ka mentorfaqin, por i kalon dimenzionet personale, sepse ti ke edhe refleksione edhe të fushave tjera e të ndryshme ku ta diun. Megjithatë, në periudhën kur ke vepru edhe ke fillu, që une e din e përdorin e emërtim për ty, ti jeni Dardan maratonomak, dhe të kom pase definitivisht këtë emërtim, nuk e di sa këtu ka pas ndikim Rugova, sa ka qenë personale juja, shquhesh ti me musën definitivisht në këtë farë qarkun e intelektualve në mërgim që janë, në qka e bazon edhe pse fjala Dardan është diçka që ti ngjizësh me to dhe ki një farë saldimi me këtë emërtim, kogja me empati, kogja me emocion, dhe jeni të pa kompromisit ti si Musa në këte. Themelet e shtetit Dardanis
pas Justinianit, po flasim para atyre, po shtetit modern Dardanis, po që në pas mesjete, i vori Pjetër Bogdani. E vërtet. Një klerik, por luftari pa epur. E pagove edhe me jetën e tij, edhe sa fort i ofrohet, se pas Gjergj Kastriotit, nuk patëm ndonjë figurë aq bashkuese, aq unifikuese, aq të fuqishme. Pas Gjergj Kastriotit sa Pjetër Bogdani. U sakrifikua, i la ato themele, i vazhdoi me Dardania Sakra presidenti Rugova. Ki kësaj fushë je ma kompetenti. Por e ke ato. Tash, them, neve nuk e preferoj shumë fjalën Kosovë, vetëm kur s'kam kati ik zyrtarisht Republika e Kosovës. Se po të më thoshe mu monarkia Dardanis, ndoshta e kisha përqafu edhe ma me qef, ma me dëshirë. Po, sigurisht është inspirimi. Po këtu përjashtoj edhe kësaj, të fjala Mërgat, dy fjalën, Dardania dhe Mërgata. Fjalën diaspor nuk ma do shpirti kur. Sigurisht që këto mbesin nuk kem ka ju ikim. Kjo është inspirimi kryesor. Sillëm ka pështillëm aty jemi. Kur e themeluam edhe lidhin kryuzë shqiptar në Mërgat. Unë esim ka Dardania. Edhe pse aty kemi edhe nga Shqipëria londineze, po e quj, edhe nga Ilirida, edhe nga Malësia, edhe nga Lugina kënej, por strumbullar ishte kjo Dardania. Edhe aty po mundohemi të mahemi. Dhe aktualisht po veproni dhe keni manifestime gjithandej në botë. Çka është, do me thonën, aktualisht çka po zhvillohet rreth kësaj dhe çka është veprimtaria, sepse publiku don me ditë edhe këtë. Pikërisht aty që the para themelimit LDK-s ishit të orientuar, në thash ishim të orientuar, sepse edhe këtu ne kishim shoqata në barë botën, ne për shtetet ndryshme, po flas për Evropën më shumë, se për te Atlantikun s'kam qenë ndonjëherë. Edhe duke u bazuar në këtë, e pam të nevojshme rastin e ndrimit jetës Ali Podrimes, bisedën e fundit, 2 ditë para se ndron jetë, kishte me mua dhe Hafiz Gagicën telefon nga Myniu. Edhe i tha, jo me mentorin telefoni, përdorim këtë 2 telefonat. Naftoj për në Francë, por ne nuk ishim për në relacione, dhe tha, kur këthejem do vjetë e ju. Ndroj e mbajtëm një rikujtes, një homazh për të letrar. Edhe në erdhen nga Austria, në erdhen nga shtetet tjera. Tham, po mirë, pse nuk e bëjmë një ombrell të përbashkt, e ti mbledhim këto shoqata dhe veprojmë më fuqishëm. Ishte fillimi i vitit 2013. Edhe, po tham, ideatori parë ishte indjeri Fran Tanushi. Edhe e përqafuam si koncept. Pastaj mbajtëm këtu në Prishtinë, ishim gjatë verës, edhe mbajtëm takimin e parë dhe e gjetëm një gjuhë të përbashkët, po në nëntor të vitit 2013 në Koblencë të Gjermanisë e themeluam. Atë ditë kishim mysafir edhe Bacën drejt pas shpirti, Bacën Adem Demaçi, edhe ishte edhe Flora Brovina, në cilësinë më duket në ato ka qenë kryetare e lidhjes shkrimtarëve të Kosovës. Edhe prej asaj kohe veprojmë. Realisht bëjmë të gazeti sa takime, por nëse është interes i përgjithshëm, po e citoj që ndajmë edhe shpërblime. Njërën nga to më kryesorët është pena e artë Martin Camaj. E artë. Gjithmonë donatori saj që e kem dhuru të artë, unikale, punuar, e ka bërë një veprimtar yni që është Sokol Ahmeta, me qëndrim në Francë, dhurat. Për 10 vjetë. Pastaj kemi lëshuar dhe medaljonin Dielli Dardan. Laureati i fundit i tij ishte Atë Belushi në Kalabri. Pastaj e kemi lëshuar dhe Liria Dardanis 12 qershor 1999. I marrin disa. Ndërta ishte edhe profesor Ali Aliu, që e nderuam. I përmenda këto figura sepse ndeshte jeta jonë lidhet me këto personalitete. Në këtu po shfrytëzoj rastin. Shtetin tim, nga njerë po ju hymë në hak këtyre figurave. Po i lëmë pak anash. Asgjë s'piku nga qielli dje sot. Plus, kemi edhe disa personalitete për jashtë. Kam insistuar gjithmonë. Nuk kushton shumë, t'i ofrojmë se po ndrojnë jetë. Edhe nëse një njeri ka kontribuar për këtë vend 3-40 vjetë, edhe se përmend askush, një ditë fëmija një po t'i thonë, qësh, në pas ke gëny? Me qka e identifikon t'i këto? Kur një medalje, po një diçka. Kanë ndryshuar pozitivisht gjërat, po shoh që po ndahen tash, po jo në masën e kënaqshme. E në qoftë se si kriter do duhet mirë, pse mos na pyesin neve kur jemi atje në bazë. Asgjë s'po kërkojmë ne.
Ne mund të jemi këshilltar të jashtëm, të ndihmojmë sepse e njohim botën për rreth atje. Këtu pak po qalon. Kjo duhet të vlerë edhe për diplomacinë. Kërkoj falje që hyra pak thellë, Jo, në rregull. por kjo lidhje tashmë i ka shtri deg të veta në secilin shtet. Edhe ndrohet, po qendrën regjistrimin e ka në gjykatën gjermane. Aty e kemi edhe klubin Martin Camaj, që kryetar është Bashkim Halilaj. Po aty, këtu në tonë, për momentin në lidhje, kryetare kemi Musa Jupollin, unë jam sekretari i kësaj lidhje, po i kemi emrat njohur që ndoshta në shohëm se cilin mos më ju hynë hak, se janë bukur shumë, po në qoftë se një burr 83 vjeçar është më i shkas se një djalë i ri, Recep Rifati, që andaj kjo po na mban, kjo na i mbush bateritë e veprimtarisë. Më falë se e zgjata pak tepër, por ndoshta shikuesi i dëshiron këto. Patjetër. Baca mentor do të pyes për disa figura, kryesisht historike, dhe e duni vlerësim ose përshkrim të shkurt për ta. Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Figurë më bashkuese, më të ndritur të historisë sonë. Nuk e ke edhe një tjetër. Sepse po hyrë edhe ka principatat. Nuk ishte më i vjetri, ishte ndër më të rinjt. Po i lshuan pe, sepse uniteti në atë kohë po mduket që ka qenë shumë më i madh. E shihnin rrezikshmërinë pak më mirë se sot. Simboli i humanitetit në botë me përmasa universale, Ynesha, nana e madhe Terezë. Kur kem shku në fillim vitet 90, po sa po e përmendje emrin nën Terezës, automatikisht e dinin. Edhe pse jeton të në Kalkuta të gjithë, po pa e mohuar gjithmonë, jam shqiptare me gjak shqiptar për popullin e vet. Unë i përullem edhe sot. Edhe fundit, ne jemi shumë e fatë. Kemi Shën Albanin, Shën Dardanin, Flori Leuri, Nën Terezën. Shi sa e fuqishme është kjo. Po kemi dhënë edhe papë. Simboli i sakrificës, kryesisht për të drejtat e njerëzit dhe ato politike, Baca Adem Demaçi. Një jetë, një pjetër armëlor andej Shkëlzenit, një pjetër armëlor i dytë Adem Demaçi kënej. Jeta politike, veprimtaria, debatet, shpesh ndoshta ngacmojnë këpak, të mëdhejt, i kanë ato ballafaqime. Por a ka mkat më të madh që ne të vegjëlit të hyjmë mes figurave të mëdha kombëtare, duke mos u njohur veprimtarinë 10%, edhe ne të mundohemi të luajmë rolin e gjyqtarëve. Baca Adem Demaçi është i papërsëritshëm, ishte në kohën e duhur, i ka të gjitha meritat, për mua është njëri shumë i madh. Ne mund të kemi kohë pas kohë ndonjë gabim. Ismail Kadare bëri një gabim në vlerësimin e president Rugova, por nuk e pa të vështirë të thotë kërkoj falje, ishte gabimi im. Njëri të bëri edhe Sali Berisha në atë kohë. Ne çka ka me hyrë se ti ke përcjell ato më shumë. Edhe Dritor Agolli. Edhe Dritor Agolli. Të njerëz të mëdhaj që dinë të kërkojnë falje. Kërkim falje është fisnike. Gabimi është njerëzor. Një njeri me një shëndet konsoliduar vital, shtat gjatë me hapa kozë të mëdhaj, me një pamje karakteristike, me një shallë rreth qafës dhe do flok të partikulume, emrin e ka Ibrahim Rugova. Për mua, pas Pjetër Bogdanit, Dardania, personalitet më të madh, nuk ka dhënë. Shpresoj që t'jep. Shpresoj që t'jep. Dash Zoti e mblesin në hije këta. Por realiteti po thot diçka tjetër që vërtet është i papërsëritshëm deri në ditët e sotme. Familja hynore që personifikohet me një figurë karakterit legjendar që po quhet, dhe ajo është familja Jasharaj në krye me Adem Jasharin. Çka thuhet më shumë se fjalët e administratorit parë që ishte Tulmikut, kur profesorit Kushner. Thot, po të kishte një çmim Nobel. Thot thot ai thot humanizëm, trimëri, heroizëm, si duhet të lidh, sigurisht, unë nuk mbaj mend gjatë historisë, nuk di ndonjë familje edhe të popujt tjerë që është sakrifikuar komplet për ato e gjitha e tëra. Nuk një edhe dikë tjetër. Edhe prej më të vogël deri më i vjetri. Ata çka thuhet më tepër këtu? Ata janë simbol, ata janë edhe realisht tash po kthehem tash te përkatësia religjioze duhet luajnë vendin. Kur përmendet sakrifica aty është diçka jashtëzakonshme. Një njeri i ri për nga mosha, aktual në politikë,
I veçantë, me veçantit e ti, me një pamje elegante paka shumë, po kogja në marak kostumet edhe këmishat e bardha me kollare, me do flok herë të artikulume, herë të palume, emnin e ka Albin Kurti. Ishte zëdhënës i Adem Demaçit. Unë e mendoj, po është merite ti që ka fituar, por merita më madhe është pa merita e këtyre që nuk më e majtën. Edhe o dasht një ndryshim. Sot uroj që ta gjenë vetën pak më mirë, sidomos në këto kohë turbulla. Na duhet një unitet. Na duhet një unitet sepse jemi bukur të rrezikuar. E ka dijen, e ka guximin, unë e marr drejtën e plot thëm, sepse këta nuk po pranojnë shpesh partitë politike. Nuk jam në atë parti, jam jashtë partijak. Por gjendjen veri ka ndryshuar për të mirë rrëndësisht. E pranuan se pranuan. E kemi një fakt tjetër, sepse po t'ishim para 4 vite, dhe t'ysh bisedime në atë pjesë nuk e ke pas qasin sa duhet. Natyrisht se ju falenderojnë forcat tona policore, ata djem në guximshëm që e mbajnë, por atyre dikush ju jep urdhnin, dikush ju prin. Edhe çka mendoj unë? Kjo po përdoret për zhargonin politike, na prishëm me Amerikën, na prishëm me Amerikën s'prishet. Amerika s'prishet për këtij populli, sepse është populli më amerikan dashës në këtë botën. Një, edhe Amerika e din se ka themelu këtë shtet. Nuk është interesuar me të humbet, coptohet ky shtet. Përvojën me Bosnjën e kanë. E din çka del. Këtu jemi, natyrisht ata kanë të drejtat e veta. Ky po lufton për mendimin tim. A ka gabime? Natyrisht ka gabime se ka secili prej tyre. Mentor, ne jetja ke kushtu Kosovës. Ti je ende i ri edhe kime kriju e me dhonë ende për Kosovën, por megjithatë këto që e ke bo deri tash është një kontribut i pazavendësueshëm. Zoti ta dha shnetën, ta rujt familjen, e të rujt ty edhe shumë falenderit për këtë bashkëbisedë. Era është e juvja, knasia është e imja, uroj, po i përdoj fjalë të presidentit Rugov dhe Zoti e bekov këtë popull. Fillove me te edhe po do me mbarume. Po e kam në shpirt, të vlas më i iki. Qërështin e të qysh edhe Balin Mus edhe Hafiz Gagicën që të në fund. Prap edhe krejt intervista në shkoj me Ibrahim Rugovën, Hafiz Gagicën edhe Musoj Polli. Pa e pasha Zotë s'kam kam ju ikë, që po të betohën dhe tash në Zotë, për shes që të religioz dashte pa dasht. Po thëmë s'kam kam ju ikë se ka shkujni jetë me ta, edhe pse ma kanë zi jetë ndej këtu. Por me gjithat ty të falimderit shumë, edhe juve shnet, marsi e gjithat mirat. Uroj që një intervista tjera të kemi pak më shumë për temat gëzimeve më shumë. Tjetër. Krejta emna që i përmendën prej Ibrahim Rugovës, në Hafiz Gagicën, në Musoj Polli, në Shaban Bobën, në Azer Krasnicën, në Agim Kamerin, Te Hafizi kam edhe një lutë, i urojmë shëndet. E din që nuk e kemi shëndetërisht bashkë mirë. Mirë është Hafizi. Edhe, po më duket që i ka të i kalu ato kriza, edhe shpresoj që mbranda një periudhë 2-3 muaj do ta kesh këtu. Pa tjetër, edhe e kam dhe me thonë, sepse njerëzit edhe po pysin edhe dojnë fjallën e Hafizit. A vëzë kështu të drejtojmë edhe institucioni o pak. Mos ne u kthejnë shpinën nga njerë, po harrojnë. Po harrojnë se ky është një shtet që, a mund të lidhet ky shtet formim, po emrin Hafiz Gagica nën. Nuk mund të lidhet. Unë e kam thonë këtë dhe nuk hezitoj prapë me thonë, dhe me thonë, është një njeri me kontribut të pazavendësueshëm. E pa atëherë. Një njeri që ka bu marrëdhënie dhe komunikim prej Gensherit, Kinkelit, Shrederit, deputetëve të mëdhaj që tash memoria s'po mi thonë, Roj Shembahe, disa tjere me plot ata gazetarë, plus pritjet që ja ka bu Rugovës, organizimet me përtakime, definitivisht ka edhe të tjerë, po është Hafiz Gagica, ka kogja shumë vendet zvrast, mandej vinë disa tjerë. Falenderit shumë në të. Falenderit. Shikus të nderuar, mentori është njeri i veçantë. Është shumë modest, por modestin nuk e ka të vetmin virtyt. Jo, ajo është i urtë, po hiq i butjo. Këte e tregon me agresivitetin ndaj të padrejtës, kryesisht në poezit e ti. Mentori miku im, marathonomaku i papërmirësueshëm, edhe sot kontribon me shkrimet e ti, me faktimet e një historie e cila ekziston, po nuk po thuhet në plotni. Ai është një ushtar i së vërtetës. Falenderit, mentor, për krejt çka ke bo dhe po bën për Kosovën.
Me kaq, po e përfundojmë edhe këtë emision fakte. Mos harroni, emisionet i keni në KTV Koha Vizion dhe platformën Arta, çdo të shtunë në ora 21 dhe reprizat të nesërmën në ora 17. Si dhe në platformën YouTube Fakte me Adnan Merovci, të cilën ju ftoj ta bëni subscribe, s'ju kushton asgjë, dhe me këte merrni informacione për përmbajtjen e mbi 700 video materialeve që sot janë të uploaduara në këtë kanal. E pifshi për shnet ujin e rrugovës, e hongshi për shnet dipa qipsin, urtofshi me shnet me fibullën, mos e harroni mistemi ardhen se dhe mos da. Ju poshtë. Fakte me Adnan Merovcin për krahet nga ujë rrugove, Vipa Chips, lesna ndërtimi dhe Medika.